Prokuroria e Shkodrës ka hapur hetimet lidhur me ngjarjen ku Mirel Çokaj u gjeti pa jetë në një humner në malet e Kelmendit në Malsinë e Madhe, ku fillimisht policia tha se ishte një rrëzim aksidentali i viktimës. Pas dyshimeve të familjarëve dhe të afërmve për një vrasje të mundshme të 40 vjeçarit, Prokuroria e Shkodrës nuk e ka pushuar çështjen, por ka hapur hetimet fillimisht për veprën penale, shkaktimi i vetvrasjes. Personi që ngriti dyshimet për një vrasje të mundshme, duke vënë në lëvizje policinë e Malsisë së Madhe, e cila bëri disa veprime shtesë pasi fillimisht tha se ishte aksidentale dhe bëri që prokuroria të nisë hetimet, është Rifat Çokaj, një i afërm i viktimës që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa më përpara për shumë vite e qenë pjesë e policisë, duke mbajtur edhe detyra të rëndësishme. Ngjarja ndodhi më 18 shtator të këtij viti, kur policia mori njoftimin se një person ishte rrëzuar në fshatin Kozhnje të Malsisë së Madhe. Në orët e pasdites, fillimisht përmes dronit, efektivët konfirmuan se trupi i pajet i përkiste shtetasit Mirel Çokaj. 24 orë pas njoftimit, u bë e mundur nxjerrja e viktimës nga humnera përmes një helikopteri të forcave të ushtrisë, të cilët erdhën dhe nxorën trupin e pajet. Dyshimet e të afërmve lidhen me një vrasje të mundshme pasi sipas tyre, Mirel Çokaj para se të humbte jetën, ndodhej në një parcel droge rreth një orë larg vendit ku u gjet. Sipas familjarëve, 40 vjeçari parcelën e drogës e kishte bashkë me disa ortak të tjerë dhe dyshojnë se njëri prej tyre të paktën mund ta ketë shtyrë Çokaj drejt humnerës me qëllim për të mos i dhënë pjesën e fitimit që i takonte nga ky biznes i palishëm. Kanabisi i kultivuar atje ishte gati për të korrur dhe për të bërë gati për treg, dhe pikërisht në këto momente Çokaj u gjeti pa jetë në humner. Të afërmit shtuan dyshimet edhe për faktin se telefoni celulari i viktimës nuk është gjetur ende dhe mendojnë se personi që e ka shtyr ka zhdukur edhe celularin diku në humner, duke e bërë të pamundur gjetjen e tij. Familjarët gjithashtu bëjnë me dije se viktima kishte për të kthyer 2 ditë më vonë dhe jo atë ditë që u largua, dhe se kthimin e ka bërë në një shteg tjetër të ndryshëm nga rruga që bënte zakonisht për tek parcela e drogës. Këto janë dyshimet e familjarëve që çojnë tek një vrasje e mundshme dhe jo një rrëzim aksidental. Në vendin ku ishte parcela e drogës, menjëherë pas ngjarjes policia ka gjetur 780 bim kanabis, duke bërë asgjësimin e tyre, gjë që vërteton se viktima, para se të rrëzohej, ka qenë duke ruajtur parcelën e drogës, ruajtje që zakonisht në këto raste nuk mund ta bëjë një person i vetëm dhe sipas të afërmve, duhet të ketë qenë edhe me një person tjetër kur janë larguar. Tashmë prokuroria ka hapur hetime dhe po merr në pyetje familjarët të afërmit, të dyshuarit që familja ka dhe persona të tjerë që mund të kenë ndjeni rreth kësaj ngjarjeje, nëse vërtet kemi të bëjmë me një vrasje të Mirel Çokajt, siç pretendohet.